Përshëndetje TikToku. Ritakohemi sërish me X-Max 300 vitit 2019. Pra me sa duket edhe këtyre motorave i erdhi radha që të servisohen një lloj si motorat e tjerë, pavarësisht vitit prodhimit që ato kanë. Sot konstatuam që ky X-Max ka çarë radiatorin. Ky është radiatori X-Maxit 300. Kjo është pjesa përpara e radiatorit, e cila përballet me pjesën e mbrapsme të gomës. Dhe po ta shikoni këtu, radiatori është shumë i vrarë për arsye sepse gurat edhe pislliqit që kap goma vijnë në brendësinë e radiatorit, duke qenë se radiatori kthehen në këtë pjesën këtu dhe është çarë. Pra, duke qenë se është një radiator 8 i hollë, me një material 8 hollë, nuk rekomandohet absolutisht saldimi i radiatorit, por rekomandohet ndrimi i radiatorit. Mundësisht radiator të ri origjinal, sepse kjo është më e mira për efekt të jetëgjatësisë, sepse tek Ultimoto nuk punohet me sajesa, punohet vetëm me pjesë origjinale. Sot e bëm gati radiatorin e ri, shikoni pra. Ky është demferi i ventilatorit, është një ventilator i cili punon me 2500 dhe 3500 xhiro. Duhet kuptoni që servisi i motorit me pjesë origjinale do të thotë jetëgjatësi për mjetin tuaj, pavarësisht sepse blerja e pjesës origjinale ka kosto, por kosto do të thotë jetëgjatësi e mjetit dhe siguri për motorin tuaj. Ndaj e them dhe e rithem. Kujdes se ku shkelni. Faleminderit.